Komisioni përzgjedhës për kualifikimin e këngëve pjesëmarrëse në festivalin e 64 të këngës në radio televizionin shqiptar ka shpallur listën e artistëve pjesëmarrës, duke rikthyer në skenë emra të njohur të muzikës shqiptare, por edhe artistë të rinj. Pasi kanë dëgjuar dhe analizuar 120 krijime muzikore të mbërritura në radio televizionin publik shqiptar, komisioni ka përzgjedhur 28 këngët që do të garojnë për çmimet e këtij festivali dhe për të përfaqësuar këtë vit Shqipërinë në Eurovision. Tufarm, Alice, Egzon Pireci, Endri Kaçaçi, Engjina Sufi, Eran Sojli, Erik Loshi, Evi Reçi, Fifi dhe Tiri Gjoci, Frensi, Gerta Mahmutaj, Giti, Gresa Gjocera dhe Bledi Kaso, Inis Neziri, Kamela Islamaj, Kimi, Kleansa Susaj, Lorenz Hasrama, Luna Çausholli, Malvina Likaj, Rezarta Smaja, Rigersa Loka, Sara Kapo, Saviana Vjerdha, Sheila, Sihana Haxhnikaj, Trix, Vedata Deme. Gjatë muajit nëntor pritet të publikohen edhe këngët konkurruese të artistëve pjesëmarrës, duke i dhënë publikut mundësinë të njihen më herët me krimet e tyre muzikore. Me një përzierje të stilit tradicional dhe modern, festivali i fundvitit në radio televizionin shqiptar mbetet pa diskutim ngjarja më e madhe muzikore e vitit.